Shqipëria humbi në përballjen e parë të drejtuar nga Maran në ndeshjen miqësore kundër Izraelit në shifra 0-1, por ajo që troqi vëmendjen ishte fakti se menjëherë pas golit të shënuar nga ana e miqve, ata shkuan për të festuar përpara tifozëve shqiptar, duke i thënë: "Heshni." Në këtë moment ishte Elsej Dysaj dhe Arber Hoxha që shkuan për të konfrontuar menjëherë me futbollistët kundërshtar, të cilët bënin sjellje totalisht të pahishme. Një moment i cili mori padyshim vëmendjen e parë edhe në aspektin mediatik. Shqipëria 0, Izrael 1. Albania 0, Izrael 1. Ajo që troqi vëmendje në këtë përplasje ishte edhe një moment pikant i një prej tifozëve të Shqipërisë, teksa Elsej Dysaj dhe lojtarët e tjerë të kombëtares por përplaseshin fizikisht me futbollistët kundërshtar. Një prej tifozëve shqiptar arriti larg, ai sa hoqi atletët e tij dhe gjuajti me atlete kundrejt lojtarëve të Izraelit. Këtë moment e kapi fare mirë edhe Elsej Dysaj, i cili duke buzëqeshur ka marrë atletet dhe ka kthyer sërish mbrapsht tifozit.